është Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili kur në jetën e tij nuk jetoi vetëm për vete, jetoi për familje, por jetoi edhe për shoqëri, i cili reagoi dhe e ngriti zërin në momentet kur kanosej rreziku shoqërisë së tij, i cili të keqen nuk e shihte të keqe vetëm kur ishte në shtëpinë e tij, por e shihte të keqe edhe kur ishte brenda shoqërisë, i cili ato çka e dëmtonte shtëpinë e tij, e dëmtonte shoqërinë, ai e ndjente njëjtë. Ai dhimbje sikurse e ndjente për fëmijët e tij, e ndjente edhe për fëmijët e të tjerëve. Ai dëmtimin çka mund të bëhej familjes së tij, e ndjente njëjtë edhe kur ju bëhej familjeve të tjerëve. Ky ishte pra ai që Allahu i madhëruar tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të dërguam për diçka tjetër vetëm së vetëm mëshirë për mbar botën. E si mund të ishte ndryshe ai Rasulullah alayhi salatu wassalam? Ej lumi Allah na mundëso që të ndjekim rrugën e tij, ya Rabbi. Nga se kush ndjek rrugën e tij e ka të sigurt shpëtim. E kush devion nga rruga e tij e ka të sigurt shkatërrim.